ezani po dëgjohet sërish në skaj të urës së lumit Tiber. Mitrovica është një xhami gati s'ka pështu pa e djeg, pa e kallë. E ka një gruja pe banese, e ka një piskamen xhami. Kjo xhami ka qenë urë që i ka lidh të gjitha komunitetet të cilët kanë jetuar në qytetin e Mitrovicës. Prandaj mandatin tonë të ardhshëm do ta rindërtojmë xhamin e ynë. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Për herë të parë pas 27 vjetësh, ezani po dëgjohet sërish në skaj të urës së lumit Tiber. Është zëri Haxhi Ejupit, i cili u kthye sot në të njëjtin vend ku dikur i thirrej besimtarët për namaz, para se flakët e luftës të rrafshonin çdo gjë. Haxhi Ejupi, për herë të fundit në këtë vend, vendosi kokën në sejdë në fillim të vitit 1999. Pak ditë para se xhamia, tash 250 vjeçare e Ibrit, të digjej nga pushtuesit serb. Nuk e kom lënë kur xhami pa u një ezani jonë. Se ju mundu edhe me nashym qatë ezamin që ju mundu me xhami atjera që kanë Mitrovica është një xhami gati s'ka pështu pa e djeg, pa e kallë. Po këto para deri se kanë kallë ezani u një. Herën e fundit, gjumaja u kohën e fundit, kër i kena falë, gjenaza profesorit djelë Latif Berishës, bashkë kena dërgue se për para me lese e qajshin varezat, pjesë veriore, atje varezat tona, e për qëllëm gjenazën e falëm sa ma shpejt se bombardimin e tive që ka nisë mërkurën, e gjumaja u falë edhe mo s'kina mujt me dalë mo. Se ka pas raste tila që grabeshin njerëzit prej rrugës, i shtishin e për ato kampanjolla, ato kjerët e veta e ushdukshit. Po, kujtimet kanë metë. Ramazan u muske xhamia për plot, gjumave shkoj ke gjemate deri te ajo dërtesa e parë. Kretë rrugë të blokojshin, se xhamia u kone vogël. 200-250 vetë ma shumë s'ka mujt me në zonë mrena, edhe u kom pak si të poshtë prej nivellit rrugës, aty u farshim. Pas gjumas, toni na shpërndat të shtëpia e mos kina mujt më falë. Unë e gjumaja e parë më ka kalu e kom bumë. Po u frigosha mos po më zonë edhe treta gjuma. Po deshti Allahu organizojshin do transporte edhe më lajmëru që e kina dalje prej stacionit autobuse, po shkojnë do autobusa për Magzi edhe për Shkup. Llogaria jonë Mitrovicës u konë që pjesa kritike u këto ko nikur ka 40 km, a deri në Shkup 120 km neve. Atër vendosa me grune fëmin edhe me do akrebat me shku në Ulqin, Magzi. Për të, rruga drejt xhamis në ato ditë të zymta nuk ishte thjesht një obligim fetar, por një përballje ditore me frikën e vdekjes. Pasi e kom pas shtëpinë shumë afër, s'ka 100 metra prej këtuit, vija ajrore dhe ma shkurt, ditë për ditë, kur po pas mundësi se kom punu, kina me të pa punu, do të me punu të një shop me ngjyra, si argat, si punëtor. Ditë për ditë visha, sidomos akshamin e mrisha, xhamin e qersha, xhamati u të bojke kur ka pas, deri po fundit, s'kom pas xhamati për aksham hiq, Jacin, besa edhe hoxha, s'po du mja përmen emin që aty soliteri, s'ko 3 rokatila e thrasim na, aty prej aty s'ka guzof me ardhë, se i mërë që një grabishin njerëzit i shtishin apo do gjipa do dzezha edhe mu ishe me pa. Ka dalë që vishe që aty muzika unike, shoj që deli kup qilë do të se vita. Uni, për vete, a me na pengu, po na pengoj ke, po kur drejtosh ka halal, s'po nin kur gjo tjetër. Edhe, normal, e thirësha e zanin, u farsha, dilësha ka dale, me lutin, të halal, destur, ja Allah, edhe kur kurs nuk ka prejkë. Djegja e xhamis nuk la vetëm besimtarët pa vendfalje, por edhe tregime që ende tronditin kujtesën kolektive të banorëve të Mitrovicës. E ka një gruja pe banese, e ka një piskamen xhami, e qështu. Masën e kishe kanë gruput se kanë gjithë kur gjë, zdi tash, kur niset xhamia nështë e qyrën tash, çka gjojnë aty. Pavarësisht se kërkimet kur nuk konfirmuan praninë e mbetjeve njerëzore, këto dëshmi tregojnë peshën e rëndë emocionale
dhe traumat e asaj nate mbi qytetarët e asaj zone. Ata druajnë se mbetje do të dalin me hapjen e themeleve për ndërtimin e objektit të ri. E godina e re e xhamisë pritet të nisë shumë shpejt. Kështu është zotuar edhe kryeministri Albin Kurti. Por, dashur qytetar, jo vetëm kaq. Ju e dini që Buz Ibrit është xhamia e Ibrit. Xhamia e Ibrit është e vitit 1777. Edhe 2 vjet xhamia e Ibrit i bën 250 vjet që është ndërtuar atë. E kjo xhami është djeg me 2 maj 1999. Prandaj mandatin tonë të ardhshëm do ta rindërtojmë xhamin e Ibrit. Për besimtarët, kjo xhami ka një rëndësi të veçantë. E veçanta e kësaj xhamie ka qenë se kjo ka qenë një ndër xhamiat e pakta me një stil të veçantë ndërtimit. Do të thotë, nuk ka qenë sikur xhamitë e tjera me kupolla, me minare të mëdha, me hapësirë të mëdha, por ka qenë e vogël në hapësirën e saj, por e madhe në atë shpirtin e saj që kanë kriju edhe ka bo që besimtarët me ndi veten e te. Prandaj, kjo është e veçanta e kësajna. Dhe kjo është e që këtë xhami e bën shumë të veçantë. Ka qenë një xhami e cila ka qenë sikur kjo urë që i lidh 2 brigjet e lumit Ibër. Kjo xhami ka qenë urë që i ka lidh të gjitha komunitetet të cilët kanë jetuar në qytetin e Mitrovicës. Kjo xhami ka qenë jo vetëm e shqiptarëve, por e bosnjakëve, e turqëve, e romëve, ashkalive, e gjitha tyre të cilët kanë ardhur në qytetin e Mitrovicës apo kanë jetuar në Mitrovicë dhe gjithë kanë bashkëjetuar me këtë xhami. Prandaj, e veçanta e kësaj xhamie është pikërisht kjo. Ky vendi ku jemi na është vendi që të kaluam në shquj si lagja e bosnjakëve dhe njihet si lagja e bosnjakëve me pjesën që lidhet me të. Dhe kjo xhami, do thotë ka qenë një urë lidhëse mes të gjitha komunitetet. Prandaj, kjo është ajo që e veçon këtë xhami. Përpjekjet e Bashkisë Islame të Kosovës për ndërtimin e kësaj xhamie të vjetër mbi 200 vjet nuk kanë munguar asnjëherë. Ne nuk kemi rresht, edhe nuk rreshtim së kërkuar që kjo xhami ndërtohet. Shpresoj dhe uroj që të dalin njerëz të vullnetit mirë, që t'japin leje dhe të na ndihmojnë që ta ndërtojmë këtë xhami. Nuk po kërkojmë ndihmë materiale, sepse atë ndërton populli sikur që i ka ndërtuar gjitha xhamit tjera, por po kërkojmë vetëm një siguri dhe një leje që kjo xhami të kthehet në formën e vet që na ka qenë. Sot, drejtuesit e Bashkisë Islame kërkojnë që drejtësia historike të vendoset në vend. Këtë e pret edhe muezini. Na po shpresojmë, me ymidin Allahut, nashta na nuk e mrim, po si baba jem ku ka pas merak edhe zosh plumat me majt, ku na kanë kollë neve shtëpinë, thoj që e qesojsha, o baba jem, sa kthehem na opet i bon plumat e zosh aty, e di që kthehem, po unë po kom qef deri jom gjallë. Qashtu të unë e kim shpresa që isha jom gjallë, e mri me pa xhamin si që u kom për para.